Qershorin 1999, kena gjetë vetën në Kanadë, që atë jom rritë. Sa vjeç ishe ti? As 2 vjeqe. As 2 vjeqe, okej. As 2 vjeqe, edhe jena munu balë më ardhë sa ma shpesh. Prent janë munu sa ma shumë më folë shqip, që unë e mi i ditë gjuhën, edhe më rritë me këtë gjuhë. Edhe pas kam bo punë shumë të mirë. Faleminderit. Gjatë periudhës, kur keni shku në Kanadë, gjatë kohës luftës në Kosovë, nana jote ka qenë shtatëson, Ashtot. Ka të ka të regu prej asaj kohë, sa vështirë ka qenë për të gjithë këtë tranzicion dhe ndjesia e të sillurit një bebe njëtë? Ka kallëzu paka shumë që u kone vështirë, po për të me një të mire kanë bo që jonë munu me na mbrojt prej traumave që asaj kohës. Po tu një edhe historitë e tjerve, ma mërmenja që u konë të përzër. Edhe di që kam punu shumë, mama jeme ka punu prej se jena konë vëgjel, baba jeme ka 3 puna, edhe që shtu ka dale kanë gjithë vetën. Për mi pas na tash këtë jetë që e kena. Goxha sakrifica, sidomos në një botë të madhe, se kur përmendim Kanadën ose Amerikën, është shumë e madhe, se sa çdo shtet tjetër në Evropë. Sa e ka botë vështirë kjo procesin e rritjes për ty? A je ndjenë dhe njëherë e huaj atje? Dhe sa ke pas vështirë me kriju vendin tënë, me bo vendin për rinën? Kjo është një temë që e flasi shpesh, sidomos me shoqnin atje. Edhe është zërë me gjithë njerës që të kuptojnë se i kena na do morale, do vlera këto që janë shumë ndryshe për jetës në Amerikë ose në Kanadë. Edhe kur nuk e gjesha vetën time, atje thojnë je shumë si shqiptare, këto nashta thojnë je shumë kanadeze. Kur ta thonë më shpesh? Qëfar vlere shqiptare ti qetë në pa atje që ta nënvizojnë? Vlera familjarve. Atje as me qikat e tezë, as me qikat e dojes, ka herë nuk miren, nuk e njën. Nuk kanë raporten. Edhe nuk e kuptojnë për shembull që njinte atë vlerësim që jo du më shku mu pa, edhe mi majt ato raportet familjare. Edhe ka i herë shpesh i ta isha jo nuk puj me dalë sonte, se kam më shku në të hala, se kam më shku adin mu mlet me familje. A gjykoheshe kur e thoje këta? Qyshe dhe ja. A të gjykonin? Me shoqnin që kam tash jo, ata me kuptojnë. Unë e kum kuptu shumë herët që ata që nuk të kuptojnë, nuk i pse mi majt offer. Se nuk isha qef ata me më ndru mu. Sikur unë ata që nuk kam qef mi ndru, se nuk mund është mi ndru personin. Dush mi gjithë ata që dojnë që ashtu që shje. Po qka është një mënyre jetesës, ose një gjë që e kanë të theksuar në Kanadë dhe doje me instalu edhe në Kosovë? Në Kosovë. Vish mi pas mendjen e hapur. Ka herë mendoj se këtu kemi shumë para gjykime.